Horoskopi ditor e premte, 3 tetor 2025. Dashi. Agimi i ri sjell një ditë me energji dhe mundësi dinamike për ju. Ndikimi i diellit mund t'ju frymëzojë të ndiqni role udhëheqëse ose të merrni vendime të rëndësishme në karrierën tuaj. Megjithatë, me Marsin që lëviz në shenjën tuaj, keni kujdes nga veprimet impulsive. Durimi do të jetë aleati juaj sot. Emocionalisht, Venusi rreshtohet në mënyrë të favorshme, duke rritur përpjekjet tuaja romantike dhe duke inkurajuar lidhje të përzemërta. Një dalje spontane me një të dashur mund të forcojë lidhjet. Intelektualisht, kjo është një kohë e favorshme për të mësuar aftësi të reja ose për të marrë pjesë në punëtori. Njohuritë që fitoni sot mund të përmirësojnë qëllimet tuaja afatgjata. Financiarisht, merrni në konsiderat buxhetimin për të shmangur shpenzimet e panevojshme. Nga ana shëndetësore, nivelet tuaja të energjisë rriten ndjeshëm, perfekte për përfshirjen e aktiviteteve fizike që përmirësojnë mirëqenien. Në një nivel shoqëror, karizma juaj tërheq të tjerët, prandaj merrni në konsiderat krijimin e rrjeteve. Në përgjithësi, sot është një ekuilibër i mundësive dhe kujdesit, kështu që veprimet e menduara mund të çojnë në sukses. Demi. Dita e re përqendrohet në rritjen e qëndrueshme në të gjitha fushat e jetës suaj. Hëna në shenjën tuaj amplifikon vendosmërinë tuaj natyrore, duke e bërë atë një ditë të shkëlqyer për të vendosur qëllime ambicioze, veçanërisht ato që lidhen me karrierën. Këmbëngulja juaj mund t'ju çojë në arritje të rëndësishme, prandaj mbani syt të objektivat afatgjata. Në jetën tuaj personale, Venusi ofron harmoni. Angazhohuni në biseda që mund të thellojnë lidhjet tuaja emocionale me miqt ose partnerët e ngushtë. Financiarisht, sot është një periudhë për të rivlerësuar investimet. Prandaj merrni në konsiderat konsultimin me një ekspert për të eksploruar mundësi të zbatueshme. Nga ana shëndetësore, të kënaqeni me rehatin mund t'ju tundojë, por ekuilibri është qelësi. Prandaj përfshini zakone që ushqejnë si trupin ashtu edhe mendjen. Nga ana sociale, është një kohë e mirë për t'u lidhur me miqtë e vjetër për të ringjallur ndërveprimet kuptimplote. Në përgjithësi, modelet kozmike të sotme sugjerojnë parafrimin e natyrës suaj praktike me ide inovative për të hapur rrugën tuaj drejt suksesit dhe përmbushjes. Binjakë. Ndërsa zhvillohet më 3 tetor 2025, komunikimi bëhet aseti juaj kryesor. Pozicioni i favorshëm i Mërkurit sugjeron një ditë të mbushur me diskutime të gjalla, ideale për rrjedhim ose negocim marrëveshjesh. Jini të hapur ndaj informacionit të ri, pasi kjo mund të çojë në përparime në punën tuaj ose në projektet personale. Ndërveprimet shoqërore mund të sjellin mundësi të papritura. Marsi ju inkurajon të ndërmerrni hapa të guximshëm në fushat personale dhe profesionale, por keni kujdes që të mos e teproni me veten. Në dashuri, shprehja e ndjenjave me ndershmëri mund të forcojë lidhjen tuaj. Financiarisht, jini të kujdesshëm me shpenzimet diskrecionare. Jepni përparësi angazhimeve thelbësore. Sa i përket shëndetit, stimulimi mendor është thelbësor. Angazhohuni në aktivitete si enigma për të mbajtur mendjen tuaj të mprehtë. Ndërsa është joshëse të shtriheni, përqendrohuni në atë që ka vërtet rëndësi. Njohuritë intuitive mund të udhëheqin vendimet, prandaj besoni instinkteve tuaja. Përqafojeni këtë ditë dinamike me fleksibilitet, duke lejuar që energjitë kozmike të sotme të mbështesin natyrën tuaj të dyfisht dhe t'ju çojnë drejt suksesit. Gaforria. Dita e re fton introspeksionin dhe rritjen emocionale. Hëna rrit aftësitë tuaja intuitive, duke ju nxitur të eksploroni njohuri të thella personale. Kjo mund të jetë një ditë ideale për vetë-reflektim dhe vendosjen e qëllimeve personale në përputhje me vlerat tuaja. Profesionalisht, mund të ndjeni nevojën për të adresuar çështjet e pazgjidhura. Përdorni diplomacinë dhe natyrën tuaj edukuese për të gjetur zgjidhje. Për sa i përket marrëdhënieve, ushqeni lidhje duke qenë të pranishëm dhe mbështetës. Bisedat kuptimplote mund të çojnë në lidhje të forcuara. Financiarisht, mendoni afatgjat kur bëni investime. Me shëndetin, jepni përparësi mirëqenies emocionale, duke zbatuar teknika relaksimi si meditimi. Shoqërisht, sot mund t'ju shtyjë të kërkoni kohë vetëm për të rimbushur. Kreativiteti lulëzon, prandaj angazhohuni në përpjekje artistike ose hobi që sjellin gëzim. Këto mund të ofrojnë perspektiva të reja. Përqafoni energjitë kozmike edukuese të sotme për të organizuar mendimet tuaja. Përqendrohuni në nevojat personale dhe riorganizoni përparësitë për një udhëtim jetësor të ekuilibruar dhe të përmbushur. Luani. Dita e re rrezaton me mundësi sociale dhe shprehje krijuese. Dielli u jep energji ndër veprimeve tuaja,
duke krijuar një ditë perfekte për të ndërtuar rjete ose për të qenë në qendër të vëmendjes. Profesionalisht, idetë dhe aftësitë tuaja udhëheqëse shkëlqejnë, duke tërhequr vëmendjen e njerëzve me ndikim. Besoni në aftësitë tuaja dhe shfaqni talentet tuaja, por gjithashtu qëndroni të hapur ndaj reagimeve. Në marrëdhëniet personale, Venusi sugjeron që aktet e vogla të mirësisë mund të forcojnë lidhjet me të dashurit. Prandaj gjeni kohë për përvoja të përbashkëta. Ndjekjet krijuese janë veçanërisht të favorizuara. Lejoni që ana juaj artistike të lulëzojë. Nga ana shëndetësore, energjia juaj është e gjallë. Shfrytëzojeni atë përmes aktiviteteve që nxisin vitalitetin dhe ekuilibrin. Financiarisht, është e mençur të rishikoni shpenzimet. Përqendrohuni në atë që sjell vlerë të qëndrueshme. Shoqërisht, karizma juaj tërheq një rreth pozitiv miq. Prandaj përqafoni lidhjet që ju frymëzojnë. Lejoni që modelet kozmike të sotme të përmirësojnë vetëshprehjen tuaj, duke ju ndihmuar të udhëheqni me besim dhe gëzim në çdo sferë të jetës. Virgjëresha. Agimi i ri është një ditë për arritje praktike dhe marrëdhënie të kujdesshme. Ndikimi i Mërkurit organizon mendimet tuaja, duke ndihmuar në përballimin e detyrave të pazgjidhura. Natyra juaj e kujdesshme përfiton mjediset profesionale. Jini të hapur për bashkëpunim për të rritur produktivitetin. Me aspektin harmonik të Venusit, është një kohë e favorshme për të thelluar lidhjet emocionale. Komunikoni hapur me të dashurit për të zgjidhur keqkuptimet. Stabiliteti financiar kërkon një rishikim të strategjive të kursimit. Investimet e zgjuara mund të çojnë në siguri në të ardhmen. Nga ana shëndetësore, balanconi ngarkesën tuaj të punës me aktivitete relaksuese për të ruajtur nivelet e energjisë. Konsideroni shtimin e praktikave të vetëdijes për të luftuar stresin. Ndërveprimet shoqërore lulëzojnë kur tregoni vlerësim për ata që ju mbështesin. Kërkoni mundësi për pasurim kulturor, pasi ato mund të ofrojnë njohuri të reja. Përqafoni energjitë praktike të ditës për të gjetur gëzim në arritjet e vogla, për të forcuar lidhje dhe për të përafruar qëllimet personale me veprimet, duke siguruar përparim si në jetën tuaj personale ashtu edhe në atë profesionale. Peshorja. Harmonia është forca juaj udhëheqëse. Dielli rrit aftësitë tuaja diplomatike, duke e bërë atë një ditë të shkëlqyer për negociata dhe rivendosjen e ekuilibrit në marrëdhënie. Sharmi juaj natyror tërheq angazhime pozitive. Prandaj shfrytëzojeni këtë për të nxitur bashkëpunimin. Profesionalisht, synoni të zbatoni strategji që rrisin dinamikën e ekipit. Në dashuri, Venusi inkurajon gjeste të menduara mirë që afirmojnë partneritetet. Bisedat e thella mund të ofrojnë një kuptim më të thellë me një person të rëndësishëm ose një mik të ngushtë. Financiarisht, peshoni pro dhe kundrat para se të bëni angazhime financiare për të siguruar fitime. Shëndeti tregon një rritje të energjisë. Angazhohuni në ushtrime të lehta ose aktivitete në grup për mirëqenie. Kreativiteti është i lartë, perfekt për ndjekje artistike ose ridekorim hapësirash që rrisin rehatin. Ndërsa angazhimet shoqërore janë të mundshme, balancojini ato me momente personale për të rimbushur. Në përgjithësi, energjitë kozmike të sotme favorizojnë krijimin e ekuilibrit midis nevojave dhe përgjegjësive tuaja, duke rritur epërsinë drejt rritjes në sfera të ndryshme të jetës. Akrepi. Dita e re nxit mendimin dhe transformimin e thellë. Ndikimi i Plutonit rrit dëshirën tuaj për ndryshim, duke nxitur reflektim mbi modelet ekzistuese që nuk i shërbejnë më qëllimeve tuaja. Profesionalisht, merrni në konsiderat atë që përputhet me ambicjet tuaja afatgjata dhe atë që mund të ketë nevojë për rregullim. Emocionalisht, hëna rrit ndjeshmërinë, prandaj besoni intuitës suaj në çështjet personale. Ndershmëria forcon marrëdhëniet. Financiarisht, vlerësoni burimet tuaja për të siguruar që ato përputhen me ambicjet më të mëdha. Planifikimi strategjik është çelësi. Nga ana shëndetësore, përqendrohuni në aktivitete që rinovojnë energjinë tuaj fizike dhe mendore. Meditimi ose një shëtitje në natyrë mund të ofrojë qartësi. Angazhime shoqërore mund të sfidojnë zonat e rehatisë, por pranimi i ftesave mund të çojë në përvoja të dobishme. Talentet tuaja natyrore hetuese shkëlqejnë, prandaj zhytuni në fusha interesi që frymëzojnë. Përqafoni forcat transformuese të sotme, duke shndërruar introspeksionin në plane të zbatueshme, duke u siguruar që jeni në rrugën e duhur drejt përmbushjes së aspiratave tuaja me qëndrueshmëri dhe vendosmëri. Shigjetari. Agimi i ri është një ditë për mendime dhe aventura të gjera. Ndikimi i Jupiterit inkurajon dalje nga zonat e rehatisë për të ndjekur përvoja dhe ide të reja.
Profesionalisht, qasjet inovative mund të çojnë në përparime. Përqafoni shanset për të zgjeruar aftësitë tuaja ose për të riformuluar sfida. Në dashuri, një aventure përbashkët me partnerin tuaj mund ta thellojë marrëdhënien tuaj. Prandaj planifikoni një shëtitje ose provoni diçka të re së bashku. Financiarisht, jini të kujdesshëm me vendimet impulsive. Një qasje e ekuilibruar siguron qëndrueshmëri. Sa i përket shëndetit, përqendrohuni në aktivitete që përputhen me dëshirën tuaj për lëvizje. Një udhëtim në këmbë ose një sport në natyrë mund të kënaqë shpirtin tuaj të eksplorimit. Mundësitë shoqërore janë të shumta, duke e bërë atë një kohë ideale për rrjedhim. Lejoni që diskutimet me grupe të ndryshme të stimulojnë mendjen tuaj. Entuziazmi dhe pikpamja juaj pozitive janë ngjitse. Prandaj lërini ato të udhëheqin ditën tuaj. Përputhja me energjitë kozmike të sotme mund të hapë dyert për rritje dhe përmbushje përmes eksplorimit dhe zbulimit të gëzueshëm. Britsjapi. Fokusi është e përgjegjësia dhe rritja personale. Ndikimi i Saturnit thekson disiplinën, duke e bërë atë ideal për vendosjen e qëllimeve dhe forcimin e planeve. Veçanërisht në fushat e karrierës ku përkushtimi mund të çojë në avancim. Marrëdhëniet mund të kërkojnë më shumë përpjekje. Durimi dhe empatia mund të kapërcejnë boshllëqet në mirëkuptim. Merrni kohë për biseda të përzemërta me të dashurit për të forcuar lidhjet emocionale. Financiarisht, energjitë e sotme mbështesin një qasje konservatore. Rishikoni buxhetet dhe merrni në konsiderat kursimet afatgjata. Nga ana shëndetësore, krijimi i një rutine që përfshin relaksimin së bashku me produktivitetin mund të rrisë mirëqenien. Angazhimet shoqërore paraqesin mundësi për të lidhur me mentorët ose për të fituar njohuri nga bashkëmoshatarët. Ndërsa dita thekson strukturën, kreativiteti në zgjidhjen e problemeve mund të çojë në zgjidhje inovative. Lejoni që energjitë e qëndrueshme të sotme t'ju ndihmojnë të ndërtoni një themel të fortë për të ardhmen, ku disiplina dhe planifikimi strategjik mund të çojnë në arritje të prekshme dhe kënaqësi personale. Ujori. Dita e re frymëzon inovacionin dhe angazhimin shoqëror. Urani energjizon mendimin tuaj krijues, duke e bërë atë një ditë të përsosur për të ndjekur ide ose projekte jo konvencionale. Njohuritë tuaja mund të hapin rrugën për përparime profesionale. Prandaj merrni rreziqe në shfaqjen e strategjive tuaja inovative. Në marrëdhëniet personale, kultivimi i lidhjeve ekzistuese përmes bisedave kuptimplote mund të forcojë lidhjet. Financiarisht, shqyrtimi i mundësive jo konvencionale të investimeve mund të paraqesë përfitime të papritura. Merrni në konsiderat kërkimin e këshillave. Shëndeti juaj përfiton nga angazhimi në aktivitete në grup që stimulojnë si mendjen ashtu edhe trupin. Shoqërisht, perspektiva juaj unike ju bën një kompani të kërkuar. Prandaj përqafojeni mundësinë për të angazhuar me komunitete të ndryshme. Ndërsa theksohet tipari juaj i pavarësisë, bashkëpunimi mund të çojë në rezultate të dobishme. Besojini intuitës suaj dhe lejoni që energjitë elektrike të sotme të udhëheqin veprime që nxisin rritjen dhe përforcojnë frymën progresive, duke siguruar përparim dhe përmbushje në të gjitha dimensionet e jetës suaj. Peshqi. Dita e re inkurajon lidhjen emocionale dhe intuitën. Neptuni rrit natyrën tuaj empatike, duke e bërë atë një ditë ideale për të shprehur ndjenjat ose për të angazhuar në përpjekje krijuese. Profesionalisht, njohuritë tuaja intuitive udhëheqin vendimet tuaja. Kjo është një kohë e mirë për të vepruar sipas vizioneve tuaja. Marrëdhëniet personale përfitojnë nga ndjeshmëria juaj. Prandaj tregoni vlerësim për të dashurit përmes gjesteve të menduara mirë. Financiarisht, mbani fokusin në qëllimet praktike. Largpamësia juaj mund të identifikojë mundësi të dobishme. Nga ana shëndetësore, theksoni praktika që balancojnë mendjen dhe trupin, aktivitete si yoga mund të ofrojnë paqe. Shoqërisht, lidhjet me miq thellohen kur ndani ëndrat tuaja dhe dëgjoni në mënyrë aktive. Përqafoni anën tuaj artistike. Pasi kreativiteti rrjedh lehtësisht, një ditë e përsosur për të ndjekur artin ose muzikën. Ndërsa koka juaj mund të jetë në re, mbështetja në realitet mund të çojë në rezultate produktive. Përdorni energjitë e dhëmshura të sotme për të përmirësuar lidhjet dhe për të përmbushur aspiratat personale me hir dhe imagjinat. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë. Për ne është një ndihmë e madhe.